Politiket Kosovës e ka përfunduar mbledhjen maratonike. Aty u diskutua për rezultatin zgjedhor që u vlerësua si rritje e mbar. Kryetari i kësaj partie politike Lumir Abdigjiku theksoi se ky shtim i votave jep stabilitet politik LDK-s për të vazhduar reformat dhe për të vazhduar ndryshimin e zëshëm që kjo parti do ta ketë. Kronikën të nderuar shikues do ta kemi në transmetim vetëm pak moment më pas sa ajo të jetë gati. Në ndërkohë qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës do t'i shpalos sonte Bedri Hamza në emisionin Rubikon. Ai do të flasë për kushtet e PDK-s për koalicionin qeverisës dhe do të tregojë se ka nisur diskutimet për këtë çështje me partitë e tjera. Hamza do të shprehë qëndrimin rreth urgjencës së formimit të institucioneve të reja në dritën e zhvillimeve gjeopolitike në botë. Për këto dhe temat të tjera do të diskutohet më qërsisht në Rubikon sonte nga ora 20:45. Kryeministri Albin Kurti